vlerësimi të njëjtës natyrë që i bëri zoti Mediu rastit, shkaki më vetshëm për këtë takim ju është bërë një qëndrim i fundit gjyqësor i gjykatës posaçme. Dihet publikisht paktën është verbalizuar prej zotit Mediu dhe nesh si mbrojtje në proces dhe me njërë pas ti sa herë që janë realizuar takime me median, një sër shkeljesh të karakterit procedural dhe ligjor të realizuara që në ngjizjet këtij procesi në vijimësi më tej pasaj nga gjyqësori i posaçëm, për ne shkeljet të evidentuara qartë e të provuara si të tilla me akt. Por kjo më e fundit, si thua, i vë kapak një, si thua, verbërie të plot të sjelljes gjyqësore të gjykatës posaçme, veçanërisht gjyqtares që gjykoi kërkimin tonë më të fundit për dorëheqjen e gjyqtares që gjykon rastin. Mbi gjyqtaren ne kemi qenë të kujdesshëm ndryshe ndoshta nga faktorë të tjerë dhe subjektet procedura e gjykuara prej saj në vlerësime personale, por në aspektin profesional dhe ligjor kemi çmuar që të kontestojmë të qenujt e saj gjyqtare mbi 2-3 momente që na janë dukur sa logjike po aq edhe të lishme. Kështu tek është evidentuar qartazi nga deklarimet e ish drejtuesit prokurisë posaçme në kuvend dhe më tej pastaj në ato publike mbi qenien e gjyqtares në hetim nga prokuria posaçme, për ne nuk është dukur e drejtë që një gjyqtare që është nën hetimin penal të prokurisë posaçme të gjykojë çështje me këtë prokuri pal. Për këtë arsye kemi kërkuar përjashtimin e saj në fillesë të gjës, sapo të paktën kemi mësuar informacione. Nuk është realizuar përjashtimi i gjyqtares nga gjyqtari që ka vlerësuar kërkimin tonë atëherë. Së fundi ka një risi të karakterit procedural që është ajo e verdiktuar nga gjykata e lartë me aktin me numrin 180 vendimit, korrikut vitit që shkoi, por arsyetimi është i vonshëm. Kjo është arsye që me të marrë arsyetimin e vendimit, ne kemi shfrytzuar përmbajtjen e këtij vendimi, kuptimin pozitiv të fjalës shfrytëzim, dhe kemi kërkuar po pranë gjykatës posaçme që të përjashtohet gjyqtarja, duke qenë se gjykata e lartë shmon që të gjitha aktet gjyqësore të realizuara nga një gjyqtare që ka përftuar cilësinë e gjykimit material tej ose pas vlerësimit paraprak si gjyqtare sankci parapraket të njëjtës çështje, të konsiderohen nul dhe absolutisht pavlefshme. Mbi këtë pavlefshmëri absolute të akteve të gjykatës, pavlefshmëri e cila në bazë të ligjit ngrihet në çdo moment, në çdo kohë, ne kërkuam që gjykata posaçme të shmojë edhe një herë kushtet e të qenies gjyqtare të gjyqtares Gjoka që gjykon çështjen tonë. Gjyqtarja e gjykatës posaçme, pa dashur të përmend emra, në mënyrë, si thua, absurde nga pikpamja e arsyetimit logjik, mbi teknikalitete që nuk kanë të bëjnë me kazusin, të tilla siç janë momenti kohor i ngritjes së kërkesës, kur e përsëris me forcë që çdo pavlefshmëri absolute ngrihet në çdo kohë, e tillë është vlerësuar të qenit të kësaj gjyqtare gjykatës nga gjykata më e lartë e vendit, në hierarkinë tonë gjyqësore, dhe natyrisht që mbi pavlefshmëri absolute nuk do mund të ketë një element kohë që të kontestojë drejtësinë e të kërkuarit e natyrisht drejtësinë e të vepruarit tek duhet të shmanget nga gjykimi më tashmë i çështjes zonja Maneku, por gjykata posaçme thash vlerësoi të kundërtën në mënyrë absurde. Duke qenë se nuk kemi asnjë mjet tjetër për momentin të kontestimit përveç se me një vendim përfundimtar, të bërurit publik të këtij fakti për ne ishte natyrisht me vlerë dhe e çmuam që ta ndajmë me ju si media, natyrisht me opinionin publik. Ky është momenti më i parë teknik që do donim të kishim vëmendjen tuaj, e natyrisht dhe lutjem për difuzion të karakterit opinionit, të shpërndarjes opinionit. Së dyti, padyshim që gjejmë rastin të evidentojmë faktin që i gjithë procesi, ashtu si tha zoti Mediu, ka një tejkalim ekstrem në kohë në 18 vite tashmë, me, si thua, lart e poshtet e veta të karakterit procedural, duke humbur çdo sens të karakterit njerëzor, logjik edhe ligjor për një drejtësibërje të saktuar. Po, momenti që thash më parë është padyshim kontribues në një zgjatje artificiale edhe të mëtejshme të vetë procesit, tek në çdo logjik të gjës do të prishet ky vendim, cili do qoftë i gjykatës shkallës parë posaçme për zotin Mediu. Si pozitiv të jetë vendimi për ne, si negativ është një vendim i karakterit absolut pavlefshëm.
Moment tjetër që natyrisht do donim të evidentonim parysh është momenti i parashkrimit. Gjykata nuk shprehet për parashkrimin, pra mbi parashkrimin e ndjekjes penale ne kemi ngritur këtë problem me forcë që në fillim, duke konsideruar absurd çdo interpretim të ndërprerje potenciale të parashkrimit me gjoja rifitimin e mandatit të zotit Mediu dhe ndërprerjen për këtë periudhë të afatit parashkrues, sikurse aludonte gjykata që ka ringjitur çështjen ish gjykata e apelit të posaçëm në fillesë së gjës. Ka një qëndrim tashmë të gjykatës së lartë në kolegje të njësuese, të cilat pengojnë në mënyrë absolute çdo interpretim të ndërprerjes së parashkrimit dhe thonë që ligja ynë nuk e njeh ndërprerjen e parashkrimit dhe absolutisht llogaritesh e karakterit matematikor në 10 vjeç për shpërdorimin e detyrës, 10 vjeç i cili ka kaluar me gati 2 fishim tashmë për zotin Mediu si mundësi e karakterit ligjor për të vepruar prokuria kundër tij. Gjykata nuk shprehet, ka rezervuar thot në fund të vendimit, duke si thua mohuar jo vetëm realizimin e drejtë në kohë e me eficiencë, por dhe duke konsumuar të gjitha resurset e karakterit ekonomik e social që lips një proces i përmasave të tilla në gjykatën e posaçme. Dhe ky është moment që natyrisht do donim ta ketë vëmendjen e publikut si një shkelje tjetër e hapur te një seri shkeljesh që për si thua objektivin e kësaj konferencë shtypi nuk do ishte volitshme të rendisim me të lodhnim as ju as opinionin publik me detaje. Këto dy gjëra doja të ndaja. Në qoftë se